Zoti Ramadani, sigurisht që këtu motivi i kultivimit të fidane është edhe fitimi, por është para se gjithash që folim edhe në kronikën e mahershme para do ditëve, që thamë që nuk është do si do fitimi, por edhe mësimi i farmejë. Çka mësoni ju kur ja shitni fidanin e perimit? Po, ata që ka nevoj për këshilla na jem dispozicion për më dhon këshilla, edhe në kohën kur vinë ata mi marrë fidanet, do më thonë këshillat janë të vazhdueshme, po edhe përmes telefonit ose edhe ndaj vizite eventuale në rast se ka ndaj problem serioz. Cilat janë punë kryesore? A duhet natyrisht që duhet të zbatohet monokultura, të bëhet ndrrimi i kultura nga vitin vit që mos shfaqen damtuesi të ndryshëm, por ka dhe diçka tjetër që është në rëndësi në kultivim. Këto mas pari po nisna te prodhimi i fidaneve, në këtë hapësirë këtu do më thonë këtë serë, na nuk mujna me kultivuan këto për prodhim. Do më thonë ekskluzivisht janë veç për prodhimin e fidaneve. Kështu që shumë pak po kemë probleme me smundje, me insekte, me baruja, me sane, mirë po fermeri është e domosdoshme të aplikoj qarkullimin bimur te parcela e tina, megjithse në sera është shumë problem, se këta që i kanë serat e vogla, është shumë problem me zbatu qarkullimin bimur, po duhet patjetër ajrosja edhe trajtimi deri në fazën e vjeljes. Tash kemi dy praktika kultivimit, kemi tash praktika më e re është, po thonë që është më shëndetshme në foli. Në vërtet në foli zezë, po. Po, foli zezë. Edhe praktika e kësaj tash këtu që është dy, një edhe dy fidana. Ku është dallimi mes i fidanit në një? Këto po na imponot tregu, do më thonë ka dy fidane, ka dy fidane, se kjo nuk preferohet. Nuk preferohet. Çdo herë duhet ka një fidan me mbill. Bile hibridet, do më thonë mbillen veç ka një forë. Po edhe na gradualisht prodhuese fidaneve jem të shku në trajtim që me bon vetëm me një forë, do më thonë vetëm një fidan. Se ndryshe është më ushqy dy fidane në njëjtën hapësirë, ndryshe është një. E dyta, ku ke fjala te folia e zezë, te mulçi, unë çdo herë ja rekomandoj fermerëve me përdorur sistemin e ujitjes me pika. Sistemi i ujitjes me pika e ujit bimën njëjtë ketë. Do më thonë e largon stresin që vjen prej mungesës ose tepritës të lagështisë. E dyta, e ruajm ujin, çdo herë na jem të pas ujë më pak. Do më thonë nuk konsumohet uji pa lidhje pi tokës. Edhe mulçi normal që folia e zezë nuk i lejon barojat më zhvillu, e nxen tokën shumë më shumë, edhe do më thonë janë A bën vlerësi këtë matematikë këtu tash, kultivimi i fidaneve, dy fidane këtu, a bën matematikën vlerësi, apo është diçka tjetër, thot përfitimi, ai konsideron që duhet me pas më shumë fidane, me marrë më lirë është kjo formë. Disa na dëgjojnë, po disa ju ka metën në kokë që dy fidane po qesin më shumë. Po. Që do më thonë po jetë për adhim më shumë. Dhe kaq kjo është më pak e shëndetshme.